Përshëndetje, unë jam Arsem Jonuzi, ndërsa kjo është seria e videove të gramatikës së gjuhës maqedonase. Ky është mësimi numër 42. Mësimi 42 ka të bëj me përemrat e pacaktuar nikade, nekade dhe sekade. Fillimisht në gjuhën shqipe, këta përemra të pacaktuar përkthehen si vijon më poshtë. Nikade askund, nekade dikund dhe sekade gjithkund. Sipas kësaj që vërehet, përemrat e pacaktuar nekade dhe sekade janë të kategorisë pozitive. Kurse përemri i pacaktuar nikade është i kategorisë negative. Për më tepër, këta përemra dëftojnë vendin ku kryhet veprimi, rrjedhimisht sillen si rrethanor vendi. Në vazhdim të shohim nga 3 shembuj për të gjithë përemrat që i përmendëm. Fillimisht shkojmë me përemrin e pacaktuar nikade. Shembulli numër 1. Nikade nema luđe što ne asakat dobrinata. Përkthimi: askund nuk ka njerëz që nuk e duan mirësinë. Shembulli numër 2. Ako nemame zelenilo nikade, nema da imame život. Përkthimi: nëse nuk kemi gjelbrim askund, nuk do të kemi jetë. Shembulli numër 3. Nikade nema podobro mesto od domot. Përkthimi: askund nuk ka vend më të mirë se shtëpia. Përemri i radhës nekade. Shembulli numër 1. Znaesh dali nekade ima dobri pici? Përkthimi: a e di dikund ku ka pica të mira? Shembulli numër 2. Mojte prijateli otidua nekade daleku. Përkthimi: miqt e mi shkuan diku larg. Shembulli numër 3. Mora da odmorame. Ke zastaneme nekade popat. Përkthimi: duhet patjetër të pushojmë. Do të ndalemi dikund përgjatë rrugës. Përemri tjetër sekade. Shembulli numër 1. Denes može sekade da kupish sešto. Përkthimi: në ditët e sotme mund të blesh gjithkund gjithçka. Shembulli numër 2. Sekade ima dobri luđe. Samo treba da gi najdeme. Përkthimi: gjithkund ka njerëz të mirë. Vetëm duhet t'i gjejmë. Shembulli numër 3. Ne možam da gi najdam klučevite. Sekade gi barav. Përkthimi: nuk po mundem t'i gjej çelësat. Gjithkund i kërkova. Ky është fundi i mësimit numër 42.